Zyra vendore arsimore Shkodër organizoi në hollin e bashkisë një ekspozit me punimet e nxënësve të shkollave të qytetit në kuadër të festave të nëntorit, me tematikë të fokusuar tek vlerat kombëtare dhe adhetarizmi. Ekspozita sjell krijimet artistike të fëmijëve, të cilët kanë shprehur përmes vizatimeve, punimeve praktike dhe instalacioneve ndjenjën e përkatësisë, respektit dhe dashurisë për atë dheun. Sot është ekspozita adhetarizmi, cilën ne në fakt e kemi quajtur të tillë edhe në kuadër të festave të nëntorit. Është një muaj i tërë dedikuar festave të nëntorit dhe ditën e sotme kulmon me këtë ekspozitë në të cilën janë përfshirë të gjitha institucionet tona, publike dhe private, shkolla që i kemi Art dhe Zeje, shkollat e reja të shtuar tashmë rishtas në programin Art dhe Zeje dhe shkolla qendra komunitare, por edhe të gjithë institucionet e tjera arsimore që nuk janë në asnjërin nga këto programe. Dhe qëllimi i këtyre shkollave është që të ruhet tradita dhe të trashëgohet tradita, sepse duke qenë se jemi tashmë në një shoqëri që ka dinamika që ndryshojnë shumë dhe që teknologjia shpesh herë na bën të harrojmë edhe preardhjen edhe historinë tonë, është shumë e rëndësishme që të ruhet dhe të promovohet. Aktiviteti synon të nxjisë talentin e nxënësve dhe të promovojë trashëgimin kulturore e historike nëpërmjet artit.